Një debat tepër i rëndë ka ndodhur ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 dhe bëhet fjalë për Rogertin dhe një banor që pritet të ishte i qetë, i cili është Stenaldo. Për ata që nuk e dinë, debati ka ndodhur në Obor dhe teksa banorët hidhnin kunja me njëri tjetrin, Stenaldo ka ndërhyrë për të ofenduar Rogertin dhe në momentin që Rogerti u shkthyer sërish, Stenaldo ka thënë që Rogerti me të gjitha veprimet që po bën këtu për turpëron familjen e tij. Dhe kjo gjë ka tërhequr vëmendjen e Rogertit, i cili i ka shkuar afër Stenaldos për ta biseduar këtë gjë, pasi është acaruar shumë rënd. Atëherë ishte Stenaldo ai që ka dhënë goditjen e fundit, duke thënë që Rogerti me fjalët që ka thënë këtu, pra në shtëpinë e Big Brother, e ka futur djalin e tij në dhe kjo gjë ka qenë shumë e rëndë për të gjithë që e kanë dëgjuar. Rogerti këtë gjë e ka marrë për keq dhe më pas ka shkuar duke ofenduar nënën e Stenaldos, ndërkohë që Stenaldo i është kthyer duke i thënë që ai duhet ta arrisë djalin siç e ka rritur nëna e tij atë. Debati ka përshkallëzuar shumë më keq, aq sa Rogerti është afruar për të goditur Stenaldon, por ka qenë Selin dhe Mali, dy banorë që janë futur në mes tyre dhe kanë ndalur këtë përplasje fizike. Ndërkohë, Rogerti ka përsëritur të njëjtat fjalë, duke thënë që Stenaldo është i poshtër dhe thotë që e ka futur djalin e tij në dhe, prandaj kjo gjë nuk do ta pranonte kurrë Rogerti. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë, është e sigurt që diskutohet në spektaklin e Prime-it. Shumë njerëz mbrojnë Stenaldo, ndërsa të tjerë thonë që ofendimet e tij janë tepër të rënda. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.